Para se të filloj me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni sipër ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Doni të keni kocka të forta dhe të mos vuani nga artriti. Mos i fusni në gojë këto ushqime. Artriti është një sëmundje inflamatore e kyçeve që është karakteristike për të moshuarit, por vitet e fundit ka prekur gjithmonë më shumë popullatën e re. Kjo sëmundje shkakton probleme të shumta që dëmtojnë ndjeshëm cilësinë e jetës. Ullumtimet tregojnë se dieta ose eliminimi i disa llojeve të ushqimeve mund të luajë një rol të madh në zbutjen e simptomave të artritit. Ju zbulojmë se cilat grupe ushqimore duhet të eliminoni nga dieta juaj nëse vuani nga problemet të artritit, citon Health.com. Mos i konsumoni sheqer të shtuar. Të gjithë duhet të kufizoni marrjen e sheqerit, veçanërisht njerëzit që vuajnë nga artriti. Sipas ullumtimeve, ushqimet që përmbajnë sheqerna të shtuara përkeçojnë simptomat e artritit. Përveç kësaj, pijet me sheqer mund të rrisë ndjeshëm rrezikun e zhvillimit të artritit. Sheqernat e shtuar gjenden me ushqimet si ëmbëlsirat, lëngjet e blera në dyqane dhe salcat e gatshme. Një studim i kryer në 1200 njerëz të moshës nga 20 deri në 30 vjeç tregoi se njerëzit që pinin më shumë se 5 herë në javë pije të sheqerosura rrezikonin 3 herë më shumë që të zhvillonin artrit sesa njerëzit që nuk i konsumonin ose pinin më pak. Mishi i përpunuar dhe mishi i kuq mund të ndikojnë në përkatësimin e çështjeve tuaja. Disa studime kanë treguar lidhjen midis mishit të kuq dhe të përpunuar dhe proceseve inflamatore të cilat mund të rrisin rrezikun e simptomave të artritit. Përveç kësaj, një konsum i lartë i mishit të kuq mund të jetë një faktor rreziku për artritin inflamator. Ana sjelltas, një dietë pa mish të kuq është treguar se lehtëson simptomat e artritit. Gluteni gjithashtu mund të jetë ndikues në përkatësimin e shëndetit tuaj. Gluteni është një protein që gjendet në drithrat si gruri, thekra dhe elbi. Disa studime e lidhin glutenin me proceset inflamatore dhe theksojnë se eliminimi i glutenit nga dieta juaj mund të lehtësojë simptomat e artritit. Njerëzit me sëmundje celiake kanë një rrezik më të lartë të zhvillimit të artritit, dhe po ashtu njerëzit me artrit reumatoid kanë një parandalim dukshëm më të lartë të sëmundjeve celiake sesa njerëzit e shëndetshëm. Ushqimi i përpunuar. Ushqimet e përpunuara të tilla si ushqimet e shpejta, drithrat të ëmbla dhe produktet e pjekura zakonisht përmbajnë sheqerna të shtuara. Drithrat e rafinuara, të konservuara dhe përbërësit e tjerë mund të shkaktojnë inflamacion dhe përkeçim të simptomave të artritit. Ullumtimet tregojnë se një dietë perëndimore e bazuar në ushqime të përpunuara mund të rrisë rrezikun për artritin reumatoid dhe të përkeçojë shëndetin e përgjithshëm duke arritur rrezikun e zhvillimit të sëmundjeve të tjera. Disa vajra bimor gjithashtu mund të ndikojnë në përkeçimin e çështjeve tuaja. Një dietë e lartë me omega 6 dhe ulët në yndyrra omega 3 mund të përkeçojë simptomat e osteoartritit dhe artritit reumatoid. Edhe pse këto yndyrra janë thelbësore për shëndetin, ekuilibri i tyre mund të rrisë inflamacionin dhe të shkaktojë gjithashtu ndjesi të dhimbjes. Një konsum i ulët i ushqimeve të pasur me yndyrë omega 6, të tilla si vajrat bimor së bashku me një konsum të lartë të ushqimeve të pasur me acide yndyrore omega 3, si peshku yndyror, mund të ndihmojnë në lehtësimin e simptomave të artritit. Teprimi me kripën mund të ndikojë në përkeçimin e çështjeve tuaja inflamatore. Shkencëtarët theksojnë se marrja e lartë e natriumit mund të jetë një faktor rreziku në zhvillimin e sëmundjeve autoimune si artriti inflamator. Të shëmurët nga artriti duhet të shmangin ushqimet e konservuara, picën ose djathrat, mishin e përpunuar dhe produkte të tjera të përpunuara, të cilat ndikojnë gjithashtu në përkeçimin e çështjeve tuaja imune dhe përkeçojnë edhe shëndetin tuaj. Nëse po vuani nga dhimbjet e artritit, zgjedhja dhe konsumi i ushqimeve të duhura mund të funksionojë për të lehtësuar dhimbjet. Studiuesit vazhdojnë, megjithatë shkencëtarët kanë zbuluar se ushqimet të caktuar mund të lehtësojnë inflamacionet. Sipas Cleveland Clinic, do të rendisim disa nga produktet më të mira natyrale, të cilat do të ndikojnë në menaxhimin më të mirë të dhimbjeve tuaja dhe në shqetësimet e artritit, duke sjellë kështu efekte pozitive në mbrojtjen e nyjeve tuaja dhe lehtësimin e shqetësimeve që i kanë ose natyre, si pasojë e një ushqyerje të dobët dhe faktorëve të tjerë që ndikojnë drejtpërsë në përkeçimin e nyjeve tuaja. Në dietën tuaj mund të përfshini sardele, salmon dhe skumbri.
Këto lloje të peshqve janë të pasur me acide yndyrore omega-3, që kanë efekte të mira në lehtësimin e inflamacioneve. Ekspertët thonë se vetëm 2 racione në javë mund të ndihmojnë në lehtësimin e këtyre shqetësimeve. Çaji i jeshil, i pasur me lëndë ushqyese dhe antioksidant, çaji i jeshil njihet për uljen e inflamacionit. Studimet e kryera te kafshët kanë treguar se gjithashtu mund të ndihmojnë në lehtësimin e dhimbjeve të artritit reumatoid. Çokolada e zezë. Një tjetër studim tregoi se antioksidantët që përfshihen te çokolada e zezë mund të ndihmojnë në lehtësimin e inflamacionit. Blini produkte që kanë në përmbajtje të paktën 60% kakao. Vetëm i konsumoni me moderim për të limituar yndyrnat e ngopura dhe kaloritë. Frutat e pyllit. Frutat e pyllit gjithashtu kanë në përmbajtje të lartë të antioksidantëve. Ato janë sidomos të mira për njerëzit që marrin ilaçe për artritin, sepse kanë në përmbajtje të lartë të fibrave. Këtyre frutave mund t'ju ndihmojnë në lehtësimin e kapsllëkut që zakonisht shkaktohet nga ilaçet. Një tjetër produkt shumë i rëndësishëm për dietën tuaj është edhe molla. Ky frut i pasur me antioksidant është një burim shumë i mirë i fibrave. Mollët mund të largojnë dëshirën për të ngrënë mesvakte të pashëndetshme. Vaj i ullirit. Përpiquni që llojet e tjera të vajit i zvendësoni me vaj ulliri, i cili është një balancë e mirë e acideve yndyrore omega-3, të dyja këto lloje esenciale të acideve yndyrore. Por më tepër studiuesit kanë zbuluar se një komponent të vaj ullirit i quajtur oleo kantal ka veti të mira antiinflamatore. Frutat e thata. Të gjitha llojet e frutave të thata janë të larta në proteina dhe yndyrna të ngopura që nuk përbëjnë kolesterol, ndryshe nga proteinat shtatëzore. Ndryshe nga produktet shtatëzore, frutat e thata janë një burim i mirë i fibrave. Zgjidhni fruta të thata të pakripura për të limituar sasinë e sodiumit në trupin tuaj. Xhenxhefili dhe shafrani indis gjithashtu janë një zgjidhje shumë efikase për t'u përfshirë në dietën tuaj, që ju ndihmojnë në menaxhimin e këtyre shqetësimeve, citojnë ekspertët. Këto erëza kanë veti të mira antiinflamatore dhe studiuesit kanë treguar se përbërësit kimik të gjetura te këto bimë mund të lehtësojnë inflamacionin dhe të sjellin rezultate më të mira në shëndetin tuaj. Përfshirja e ushqimeve të duhura gjithashtu është një dietë shumë e mirë efektive në menaxhimin e shqetësimeve. Salca. Konsumi i salcës është një mënyrë e mirë për të rritur sasinë e vitaminës C, fibrave dhe antioksidantëve. Falë përzierjes së domates, qepës dhe perimeve të tjera, ju duhet të pasuroni dietën tuaj me këto produkte të rëndësishme. Termi artrit vjen nga një fjalë që do të thotë edhe inflamacioni i nyjeve. Gjithashtu, për të lehtësuar këto komplikacione, duhet të përfshini në dietën tuaj bananet. Po se janë të shijshme, bananet mund të përdoren në mënyra të shëndetshme. Bananet janë të pasur me magnez dhe kalium që ndihmojnë në rritjen e dëndësisë së kockave në trupin tuaj. Magnezi shumë shpejt largon dhimbjet dhe simptomat që shkakton artriti. Nëse bananet i shtoni në ushqimet tuaja të përditshme, atëherë problemet me artritin do të zgjidhen. Boronicat. Boronicat janë të pasur me antioksidant që ndihmojnë në forcimin e sistemit tuaj imunitar dhe lehtësojnë shqetësimet. Studimet tregojnë se boronicat mund të ulin inflamacionin në nyje. Përderisa konsumi i tyre i rregullt ka treguar përmirësime të hatashme në largimin e intjeve, mund t'i shtoni në dietën tuaj. Salmoni. Salmoni është një burim i shkëlqyer i antioksidantëve omega-3. Aminoacideve omega-3 jo vetëm që ndikojnë në uljen e inflamacionit të nyjeve, por edhe i forcojnë ato, sidomos në kushtet e mëngjesit. Studimet kanë treguar se konsumi i omegës 3 me pak përdorim të rregullt mund të përmirësojë në nyjet tuaja. Çaji i jeshil. Çaji i jeshil ka ndikime dyfish kundër inflamacionit dhe është një antioksidues që është i dobishëm në lehtësimin e problemeve të artritit. Lëngu i portokallit. Portokalli, sikurse agrumet e tjera, është i pasur me vitaminën C, që është një element mjaft i rëndësishëm në forcimin e kockave, në veçanti të kërcit. Mungesa e vitaminës C mund të çojë në zhvillimin e problemeve të nyjeve dhe shëndetit kockor. Ndaj duhet të siguroheni të pasuroni dietën tuaj me sa më shumë produkte natyrale, të cilat ndikojnë pozitivisht në shëndetin tuaj të nyjeve dhe të kockave. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë